Nga paralajmërimet për goditje të menjëhershme të thirrjet për armëpushime deri te kërcënimet apokaliptike për zhdukje e qytetërimi. Deklaratat e Donald Trump mbi krizën në lindjen e mesme kanë ngritur pikpyetje serioze mbi qëndrueshmërinë dhe besueshmërinë e lidershipit amerikan. 21 mars, 48 orë për të hapur ngushticën. Në një postim në rrjetet sociale, Trump kërcënoi Iranin duke i dhënë 48 orë kohë që të hapë plotësisht ngushticën e Hormuzit, ose SBA do të shkatrojnë termocentrale duke filluar nga më i madhi. Në të njëjtën kohë, Ali Musavi, përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në organizatën ndërkombëtare detare, deklaroi se ngushtica ishte e hapur për të gjithë përveç armiqve të vendit të tij. Zyrtarë të tjerë iranianë paralajmëruan Trumpin se sulmet ndaj infrastrukturës energjetike do të konsideroheshin një sulm i drejtë për drejtë ndaj popullit iranian, dhe se Irani do të hakmerrej duke ia kthyer SBA-ve me të njëjtën monedhë. 23 mars, biseda produktive. 2 ditë pas lëshimit të kërcënimit të parë, Trump pretendon se SBA-t kanë zhvilluar bisedime produktive me Iranin dhe i kanë urdhëruar Pentagonit të shtyjë çdo sulm ndaj termocentraleve dhe infrastrukturës energjetike iraniane për 5 ditë. Zyrtarët iranian mohojnë publikisht se bisedime të tilla janë duke vazhduar. 26 mars, shtyrja e afatit. Ndërsa aksionet e Wall Streetit randjeshën, Trump e shtyu përsëri afatin për ultimatumin e tij me 10 ditë, këtë herë deri më 6 prill ora 8 të mbrëmjes, sipas kohës lindore, duke thënë se kishte pezulluar planin për shkatrimin e termocentraleve me kërkesë të qeverisë iraniane. 30 mars, vija e ashpër. Edhe pse Trump flet për përparim të madh në negociatat për t'i dhënë fund luftës, ai njëkohësisht ngret tonin e konfliktit, duke thënë se nëse ngushtica nuk hapet, ne jemi gati të bëjmë atë që është e nevojshme. SBA-t, deklaron ai, do të shkatrojnë të gjitha termocentralet dhe puset e naftës iraniane, si edhe ishullin Karg, qendrën kryesore të eksportit të naftës së Iranit dhe ndoshta të gjitha impjantet e desalinizimit. Trump hap fazën më akute të krizës duke vendosur një vit të qartë dhe të padiskutueshme. Do të jetë e shpejtë, do të jetë vendimtare. Mesazhi është ai një ndërhyrje të shkurtër dhe të kontrolluar me SBA-t në gjendje të diktojnë kohën dhe rezultatet. 31 mars, ngushtica dhe Europa. Trump pretendon se është afër fitores, por pa pritmas. Nuk do të zgjasë shumë, po i shkatrojmë, po i njollosim, shfarosje totale. Nuk na duhet të qëndrojmë atje gjatë, por ende kemi punë për të bërë për të shkatruar armët e tyre, atë që ka mbetur nga aftësia e tyre për të goditur. Ngushtica do të rihapet automatikisht kur të largohemi. Na intereson që Irani të mos ketë armë bërthamore. Sa i përket ngushticës, le të shkojnë vendet që e përdorin dhe ta rihapin atë. 1 prill, hapjet e para. Do të shohim çfarë do të ndodhë. Shumë opsione në tryez. Gjua e presidentit ndryshon ton, duke pretenduar se Irani ka kërkuar një armëpushim, të cilin Teherani e mohon kategorikisht. Siguritë e ditëve të para zvendçohen nga një formulim më i hapur dhe më pak përfundimtar. Trump nuk flet më vetëm për forcën, por prezanton idenë një situate në zhvillim, në të cilën opsionet nuk janë mbyllur ende. Megjithatë, Manjati shkrua në mediat sociale se SBA-t do të merrnin në konsiderat një armëpushim vetëm kur ngushticat jenë të hapura, të lira dhe të pastra. Ai shtoi se deri atëherë ne do të bombardojmë Iranin deri në pluhur, ose siç thon ata, përsëri në epokën e gurit. 2 prill, marrëveshja e mundshme. Ka vend për marrëveshje, mund të gjejmë një zgjidhje, mund të përfundojë shpejt. Ndryshimi i qëndrimit të shtëpisë së bardhë bëhet i qartë. Nga premtimi i veprimit të shpejtë dhe vendimtar lind mundësia e negociatave. Fundi i konfliktit nuk parashikohet më përmes fitores ushtarake, por përmes një marrëveshje. 3 prill, kontaktet. Po flasim, ka kontakte. Diplomacia hyn hapur në rrëfim. Trump nënkupton se një kanal tashmë ekziston, ndërsa presioni ushtarak mbetet në sfond si lev. Është momenti i parë në cilin dy linjat, forca dhe negociata fillojnë të mbivendosen. 4 prill, kërcënimi. Presidenti përdori rrjetet sociale rreth orës 10 të mëngjesit, duke deklaruar se koha po mbaronte. Irani ka 48 orë para se të shpërthejë gjithë kjo. Hapni Hormuzin ose përballuni me pasojat. Postimi i tij erdhi pasi ai kishte lëshuar disa deklarata kontradiktore në lidhje me ngushticën në ditët e mëparshme, duke sulmuar herë aleatët për dështimin për ta rihapur atë dhe duke pohuar se ajo do të rihapej natyrshëm. 5 prill, ultimatumi. Të dielën e pashkve, Trump lëshoi disa deklarata për shtypjen dhe në mediat sociale, duke deklaruar se SBA do të vendosnin afatin për të martën 7 prill ora 8 e mbrëmjes, që do të ishte e mërkura 8 prill ora 3:30 e mëngjesit në Teheran. Presidenti gjithashtu postoi një mesazh vulgar dhe ofendues në mediat sociale në ditën më të shenjtë në kalendarin e krishterë, duke kërkuar që Irani të hapë ngushticat. Përndryshe, ne do ta hedhim në erë të gjithë vendin, tha ai, duke shkuar aq larg sa të kërcënonte me shkatrimin sistematik të infrastrukturës, ura, centrale elektrike, gjithçka. Ky është momenti kur vija ngurtësohet, jo më vetëm deklarata, por një numërim mbrapsht për sulmin. 6 prill, pritja.
Presidenti mban një konferencë për shtyp në të cilën kërkon vazhdimisht udhëheqjen iraniane nëse nuk arrin një marrëveshje me SBA-t. I gjithë vendi mund të shkatërrohet brenda një nate të vetme dhe ajo natë mund të jetë nesër, thot Trump. 7 prill një qytetërim i tërë do të vdes sonte. Bota dridhet, Trump kthehet e gjua më ekstreme. Sonte një qytetërim do të zhduket. Kjo frazë vjen në prag të afatit të caktuar për sulmin dhe e çon krizën në kulmin e saj pas ditësh ultimatumesh, vonesash dhe ofertash. 8 prill marrëveshje. Presidenti i SBA-ve Donald Trump ka njoftuar pezullimin e sulmeve ndaj Iranit pasi Teherani pranoi një pushim 2 javor për të ulur tensionet në rajon. Marrëveshja parashikon nisjen e negociatave të premte në Islamabad me ndërmjetësimin e Pakistanit. Sipas kushteve të vendosura nga SBA-t, Irani duhet rihap plotësisht ngushticën e Hormuzit, një rrugë ujore kyçe për tregtinë globale të naftës. Ministri i jashtëm iranian ka deklaruar se kalimi i sigurt në këtë zonë do të garantohet për 2 javë në koordinim me forcat e armatosura, ndërsa palët pritet të diskutojnë për një marrëveshje më afatgjatë.